Hello. Atëherë për gjithë ju që ushtroheni dhe tani në verë, që nuk di është për t'ju vlerësuar edhe për t'ju hequr kapelen të gjithëve, ashtu sikurse të gjithë atyre që unë shoh në palestër për di që bëjnë dhe vazhdojnë të ushtrohen, ashtu si edhe klientëve të mia që unë i kam të përditshme, edhe jam shumë e lumtur që ka ndryshuar mentaliteti, që jo erdhën pushimet, ne do e lëm 3 muaj, do e fillojmë shtator. Jam shumë e lumtur që shoh akoma palestrën të jetë plot edhe nuk boshatise si vitet më përpara. Por, është dhe një por që ju e dini që unë pa të pori nuk ekzistoj dot. Duhet kuptoni që është një mod shumë i nxehtë. Ne harxojmë shumë ujëra, harxojmë shumë kripra minerale, dhe po ashtu sa e rëndësishme është ajo pjesa që ne stërvitemi dhe tani në verë, po aq shumë e rëndësishme është edhe ai hidratimi i trupit, edhe mirëqenia juaj shëndetësore. Pra, mos harroni, stërvituni dhe bravo ju qof gjithë dhe ju që po stërviteni, por mos harroni të ushqeheni me ushqime që përbajnë shumë ujë dhe mos harroni të pini ujë, kriprat minerale t'i zvendësoni dhe ta lëni trupin të hidratuar gjithkohës, mos të vuaj, mos të nxehet dhe të jetë gati që nesër të bëj stërvitje akoma më mirë. Ju lutem, mos harroni të pini ujë. Këtë nuk po e them kot, sepse nuk më erdhi shkas vetëm se po pija unë ujë, po më vjen nga shumë gjëra që shikoj për ditë në palestër, njerëz që janë të imase të dehidratuar, të imase të pa ushqyer, me qenë se ra fjala, patjetër që juve në këtë kohë të nxehtë nuk do keni dhe shumë dëshirë me të hani, përveç se atyre që as e kanë problem fare dhe bile juajt më shumë në verë, por për ata që me zor hanë në verë edhe nuk kanë dëshirë të madhe dhe hanë me zor, doni duhet të ushqeni mirë. Ju lutem, mos shkoni nëpër palestra apo mos bëni stërvitje pa ngrënë. Nuk do psoheni se nuk hëngrët. Mos e sforconi këtë trupin tuaj dhe e keni stërforcuar aq shumë dhe e keni bërë të pa dobishëm, të pa shëndetshëm, po vuani shkrete. Mos shkoni pa ngrënë në asnjë lloj stërvitje. Ju lutem, ujë, ushqim, trupi juaj ka nevojë vitaminat, patjetër që i ka nevojë të gjitha. Nuk do psohesh se nuk i ke këto. Do psohesh nëse ti krijon një deficit kalorik dhe nëse ti i ha të gjitha në sasinë e duhur dhe në kohën e duhur. Gjithashtu dhe nëse ti e lë veten tënde të pushoj, e lë veten tënde të marri frym pas një vakti, më falni, sepse ti ushqesh tani, mos ha direkt një gjë tjetër, por lëre kohë stomakun të punoj, lëri kohë trupit ta përpunoj atë ushqim, e të tretë dhe më pas ha diçka tjetër. Për mendimin tim, hani atëre kur ju vjen për të ngrënë, por asnjëherë mos e lini trupin pa ngrënë se s'po më vjen për të ngrënë. Nëse juve nuk ushqeheni, mos shkoni as në palestër, mos i bëni dëm vetes tuaj, mos stresoni veten tuaj, mos stresoni dhe atë që juve po ju stërvit. Ju lutem, ushqeuni mirë, ushqeuni sa më shëndetshëm të mundeni dhe mos harroni që në këtë kohë kaq të nxehtë të hidratoheni mirë. Ju dua, ju put, ju përshëndes.